Avni Ponari jo vetëm që bën sigurimin e makinave, por importon dhe vetë mjete me anë të një kompanie që është krijuar në vitin 2017. Këtë vit oligarku i sektorit të sigurimeve ka marrë një kontratë të rëndësishme nga komandanti i Gardës së Republikës, Simon Zereci. Duhet të sjellë një makinë blinduar për sigurimin e kryeministrit Rama gjatë lëvizjeve të tij në rrugë toksore. Në kontratë nuk përmendet emri i kryeministrit, por kuptohet se një makinë e tillë që nuk është blerë ndonjëherë në Shqipëri nuk mund të jetë për ndonjë personalitet tjetër. Tendri ka 3 lote. U nis me 11 mars 2023 nga ish komandanti Ozuni që u largua duke i lënë vendin Zerecit. Dhe ky i fundit i ka firmosur kontratat më 27 tetor 2025. Për lotin e tretë, që ka për objektiv supermakinën, është paraqaktuar kompania Avni Ponarit. Lloji i prokurimit është procedurë e kufizuar mbi kufirin e lartë monetar. Nga ana tjetër, duke qenë se flitet për sigurinë e udhëheqësit, tendri është bërë sipas rregullave të prokurimit të fushës së sigurisë. Më konkretisht, është një tender sekret, ku ftohen kompanitë të caktuara. Megjithatë, në këtë procedurë duhen ftuar të paktën 2 operator pjesëmarrës. Zereci ka thirrur vetëm Avni Ponari. Tashmë kontrata është firmosur dhe pritet të vijë makina. Sipas dokumenteve, afati për dorëzimin e mjetit është 2 vite. Kjo do të thotë se mjeti special po bëhet me porosi nga fabrika dhe do të jetë unik. E ku mund të gjendë një njeri më i besuar se Avni Ponari për të sjellë një makinë për sigurinë e kryeministrit? Prandaj tenderi është bërë me një pjesëmarrës. Më konkretisht bëhet fjalë për tendrin e Gardës së Republikës loti 3, automjeti 4E4S2, për eskortet e grupeve të shoqërimit të personaliteteve të lartë shtetërore. E sipas dokumentave, vlera totale e përfundimtare e kontratës me TVSH është rreth 59.040.000 lekë të reja. Tani jemi më të qetë se me këto makina udhëheqja do të jetë e sigurt ndaj çdo rreziku.